Përshëndetje njerëz, mirë se keni ardhur në një vlog tjetër timin. Unë jam Romilda për që nuk më njihni dhe sot është e premte. Po e fillojmë sot vlogun pak vonë, por nuk është se kemi marrë ndonjë gjë, nuk është se kemi bërë ndonjë gjë interesante këtë ditë, edhe prandaj nuk kam filmuar gjë me thënë drejtën. Sot, në qenë se do na vi shoqja, ajo aty është kosi, kam zënë kos. Zojnë e kam pak gjumë, por besoj se do fleri edhe shumë, se ka bërë një orë gjysmë gjumë. Gjithsesi, po ju thoja që sot do më vi shoqja në shtëpi dhe po mendoja që të bëj një ëmbëlsirë. Ta presi me ëmbëlsirë. Pse jo? Dhe dua të bëj një si tip eksperimenti, themi, nuk e di. Ndoshta është për mua eksperiment sepse është hera parë që do ta bëj kështu. Do thoni jo çfarë do bësh? Do bëj një si tip keku me fruta. Dhe kam gjetur moll, dardh, ndoshta i shtoj edhe ndonjë banane, të shoh, por do ta bëj me miell misri. Nuk do ta bëj, po mundoj më gjej diçka që të marr këtë pra se e kam të larë. Nuk do ta bëj me miell të zakonshëm, miell gruri domethënë, do ta bëj me miell misri. Se, okay, më duket se kam edhe miell qiqrash aty, por nuk kam mjaftueshëm që t'i jap edhe Zoit, kështu që do ta bëjmë me miell misri. Të shikojmë se si do na dali. Nuk e di, a bëhet ëmbëlsira me miell misri? Bëhet, se ata bëjnë si quhen ato ëmbëlsirat? Me harrova, janë ca ëmbëlsira që bëjnë këta grekët. Dhe jo vetëm duket, ka goxha ëmbëlsira që bëhen me miell misri, Romilda. Edhe kështu, ndonjë gjë interesante këto ditë, s'është se ka ndonjë gjë interesante, që nga hera e fundit që kam hedhur vlogun javor, që tani jam duke gëryer këtë dardhën, që kam postuar që më humbi portofoli, më në fund e pat që portofoli u rikthye masollën, më thënë masolli një polic. O njerëz, sinqerisht nuk e di. Në TikTok sa vjen edhe më shumë njerëzit, ku e di unë, nuk e di, shprehin atë pa lumtursi, nuk e di se ç'a fjala mund gjej, do thuash ti pse po e lidh. Kam postuar edhe atje, domethënë këtë pjesën që më ka humbur portofoli, edhe shikoj dhe komente që thonë që jo, po nuk të besoj me kështu. Qa ka një herë njerëz që mos besojnë, nuk e kuptoj. Për klikime, për kështu thua ti, se TikToku mua, kush e di sa po më paguan që unë të gënjej edhe të marr e zem, ku e di unë ato shikimet apo. Të ishte ashtu, sa gënjeshtra ka. Gjithsesi, TikTokun e vjetër me qira fjala akoma nuk e kam marrë dhe jam dorëzuar me të drejtën, nuk e di nëse do më kthehet më. Qa do bëj TikToku, a do më rikthej ajo, jam shumë e sigurt që do bëhet. Por, okay, presim na. E dini qa? Se tani po e mendoj. Okay, ti gri këto, edhe do t'i fus te mikseri, që t'i bëj me mikser, më mirë, mendoj se do dalin më mirë me mikser, mos më ngelin kështu si copa, sepse tani që po e mendoj do t'i jap edhe Zoit, se tani ajo do, edhe nuk du që të mbytet në këto copat, se e jap edhe në dorë. Nuk është se ajo mbytet, po prap, kur është edhe me miell, edhe kjo kam frikë, kështu që unë do t'i gri, do t'i bëj te mikseri, do t'i te blenderi, falni, edhe t'i bëj aty më mirë. Edhe kështu, dje dolëm, ka fillu shumë ftohtë o njerëz. 1 gradë, 0 gradë, por që dihet shumë, jo aq. Ndihet më ftohtë. Madje pa t'i dhënë edhe për borë, edhe mbrap duket sikur ka rënë pak, sepse e vura re tek makinat, që kishte rënë pak borë. Nga sipër, toka nuk është se e ka mbuluar. Edhe kështu. I hedhim këto. Nuk ka moll tjetër,
gjysmë kisha aty, thash okej, kam dardha në fakt, të shoh se do t'ja hedh edhe një banane edhe të shikoj sa do bëhet me sy kështu për pjesën e frutave se kështu. Dhe do të mundojmë që mos t'i hedh shumë sheqer, pasi kemi frutat. Edhe nga që ta haj dhe zoj, edhe nuk dua që t'jetë shumë me sheqer. Njerëz, unë kam filluar që mund të them tani këtë muaj, më shumë se muajt e tjerë, që ja provoj zojit ushqimet. Qa ham vetë, më thënë, edhe ajo, o zot se nuk dua ta maj shumë në gojë, shqyr, mashallah më hanë. Nuk është se është shumë kështu, që nuk ha, do me thënë. Ta marrë edhe një dardh, po e marrë edhe një dardh tjetër, se nuk janë shumë të mëdhaja, edhe do marrë edhe bananen. Edhe si që po thoja tani që ka filluar ftohti këtu, nuk e di, nuk del dot se është ftohtë për fëmin. Edhe që, ku di unë, po e mendoja në fakt edhe për content që të krijosh këtu në YouTube, video, gjëra, do jesh vetëm në shtëpi. Nuk e di si do ju duket kjo gjë, nëse duket interesante për ju, unë mund të filmoj për shembull, ku di unë, kur zgjohesh, se kam video që filmojnë çfarë bëjnë në shtëpi, në kuptimin që filmojnë ditën tamam kështu, duke pastru, ku di unë, kur ushqejnë fëmin apo këto gjëra kështu, se tani në dimër me një fëmijë kaq të vogël vallai nuk dua të rrezikoj që ta smur, se aman, e kam frikë pjesën e temperaturës. Edhe do thoni ju vishe, bëje, unë e vesh edhe kemi dalë, nuk është se nuk kemi dalë, dje që ishte goxha ftohtë ne dolëm, por edhe për ditë nuk del me si që dilje më përpara, normale. Gjithsesi, do shoh se çfarë mund të bëj, ç'a kontente, ç'a do krijoj në një gjë kështu. Këtu jam duke bërë, është duke zjerë edhe gjella, nëse mund ta dëgjoni. Kam bërë një gjellë me patate, bazike, nuk është se ka ndonjë gjë kështu, mish edhe i kam hedhur edhe brokoli, pak brokoli, meqense se do t'i jap edhe zojit, edhe thash, t'i hedhim edhe brokoli, edhe kështu erza nuk i kam shtuar, se akoma nuk kemi filluar për erza për zojin, qep, kaq. Tani, këto i griva këtu, dhe tani do t'i fruloj, por e mira është që unë t'i kaloj të kjo e kësaj që i gërin imët, sepse ndryshe këtu nuk e bedot, e kam më të manovrushme të kjo këtu. Dorët i kam të lara, se kam që mëgjes që gatuaj edhe i kam larja 700 herë, pa më ranja. Ok, njerëz, ja ku jam prap këtu. Nuk e filmova, i kam shtuar edhe 2 kokra vezë. Këtu kemi dardhën edhe mollën, të cilat i futa në tek blenderi, sepse më mirë kështu, e shpjegova arsyeën çfarë. Tani kam vendosur që të shkruaj pak gjallë këtu, do t'i hedh jo 100 gram sheqer, por do t'i hedh 85 mire ka, sepse do t'i shtoj edhe një banane, edhe mjafton kaq, mos t'ketë shumë sheqer. Më mirë kur dalin e vërësira që nuk janë edhe shumë të me sheqer, se mos të velemi. Tani, bananën unë do t'a shtyp me... Prit, ta trazojmë që këtë bananën do t'a shtyp në një pjatë me pirun, tjetër që do t'i shtoj, të shikoj që do t'i hedh tjetër, dhe mjellin, mos harroj. Mjell do t'i hedh 300, apo është shumë. Jo, prit, se do t'a shikoj një herë.
se po i bëj çdo gjë me sy, domethënë, ë? Nuk është se kam ndonjë kështu mas të caktuar, por këto. Okej, këtë e përzjeva, tani do marr një pjatë edhe do të shtyp bananën. Marrim një pjatë të vogël, pironin e kemi këtu dhe ke banani në fakt nuk është edhe shumë e pjekur, por shpresojmë që të ketë shije të ëmbël të paktën. Se nuk e mendova që do bëja kështu, se ta dija i kisha marrë më të pjekura, gjithsesi nuk ka problem. Zoj mamit fli dhe pak. Ta provoj pak të bananën. Është mjaftueshëm e ëmbël. Tani e shtypim këtë. Besoj se këtë vlogun do ta postoj, vlog ditor, se këtë javë se kam ndonjë gjë interesante për të bërë, se di të shoh një herë. Nëse do dalim diku apo si që shtek, tash dhe edhe që parë që tani pak vështirë. Në fakt, me qef e kisha të shkoj një herë ndej nga prej Marku, sepse dua që të shikoj një herë për këto veshjet e Krishtlindjeve, meqi, njësoj, do me thënë për gjithë familjen, që të bëjmë fotot e tona të para si familje. I kam aty në shenjë, ju kam thënë që do bëj një porosi, akoma nuk i kam porositur sepse po pres fiksa të uljet tani në fund të muajit, se e shikoj her pas here që ulet ndonjë euro, edhe thash, ok, prit edhe pak, pse jo. Tani këtë mbaruan, edhe tash të kontrolloj dhe njëra ndej, se ndoshta më pëlqen diçka dhe ande nga prej Marku. Dhe me qef e kam të dal një ditë, por do të gjej një ditë që të paktën të jetë 10 gradë ose 8 gradë. Më poshtë është shumë ftohtë njerëz. Edhe 8 gradë është shumë pak. Po të paktën të jetë 10 që të dal me zojin. Okej. Edhe këtë e trazojmë këtu. Tani do mas pak mjellin e misrit, aty tek peshorja e ushqimit, edhe do ta hedhim këtu. Pastaj kemi dhe gjalpi. Edhe gjalpi pothuajse shkriu, ka dhe pak. Atëre goca, i kam shtuar 300, sepse mendova, thash, ok Romilda, tani ne jemi të mëdhenj, edhe duhem të ham. E plus Zoj, kështu që bëhemi ca. Edhe i liri kur të vi, edhe po ngeli s'ka problem, sepse e abzojt prap për ditën tjetër, që ta majndoj në dorë edhe që të futohet me pak fjalë. Do t'i hedhim vanilje dhe një nga ky pluhuri pjekës dhe qumësht. Prisni të hedhim këtë vaniljen. Kisha dhe si vanilje me limon, do me thënë të limonit, por thash më mirë jo, s'po e ngatrojmë. S'po i përzjejmë, s'po i bëjmë shijet dhe limon tani këtu. Tani, një aku e kemi, tani të trazoj. Kam edhe enët këtu, edhe jam qikë ngusht, se lava enët edhe e kam enët këtu. Në fakt, kam edhe lavastovidje, por që kur na kanë ardhur ato faturat shumë lartë, 400 ca euro, miku truri, thash Romilda, tani si jeme shtatzane, se kur isha shtatzane, okej, justifikoja se keni parasysh ato muajt e fundit që të dhem kurrizi, jo kështu, jo ashtu. Gjalpja shkriu, do dhe pak, prit, ta dhe këtu, të shkoj qik më shpejt. Ndërkohë gjella është duke u bërë. Do marrë qumshin dhe t'i hedhim. Dhe edhe një gotë e gjysën. Këto.
ose 80-160, një gotë, mjafton, një gotë. Edhe mund të kem hedh pak tepër, gjithsesi një gotë mjafton, se kjo është 200, sa është ajo. Duket se pas kam hedh pak tepër, se më bëj. Qa ti bëj, doja shtoj dhe atë mjellin, se doja hedh edhe mjellin tjetër njerëz, bëli shumë e ujshme, nuk duhet të dali kështu. Doja hedh edhe atë tjetrin, kam edhe 100 gram këtu. Doja hedh edhe këta, të shkoj ku të shkoj. Eksperiment po bëjmë sot. Po të sa e mata. Dhe tani e trazojmë. Okej, pak më ndryshe tani, sepse nuk duhet që të dali shumë e ujshme. Okej, tani është okej. Se qajet po bëhet këtu, shikoni, ngjyra është shumë e bukur. Normale. Tani. Trazojmë. Edhe ky gjalpi na shkriju. Do ta provoj edhe një herë kështu për ëmbëlsi, se ndoshta ka nevojë të shtu pak, sepse i hodha mjellë njerëz. Ta provoj një herë kështu? Nuk ka nevojë fare. Është shumë mirë. Shije? Nuk është shumë mirë. Ju si e provoni? Filloj ky po. U shkri dhe gjalpi. Tani, na të shikojmë gjellën njerëz, se kemi gjellën. Mos harrojmë gjellën. Se na digjet pastaj. Ta provoj kripën, se kripën e kam i qikshon. E kam e qikqep kripën. Por jo, është mjaftueshëm, madje mund të ketë nevojë pak, por unë po e lëm me kaq se ju thash që në fillim që do jap edhe Zoit, kështu që është okay. Tani, këtë e kemi, t'ja hedhim dhe gjalpin tani. Okej, t'ja hedhim dhe gjalpin. Duhet me lugë. Ku e kam lugën? Si do na dalin, nuk e di. Njësësi. Se di të qa kështu do ta hedh. është desk mikrofoni po. Nuk e di se te çfarë tepsia, ku di unë ku do ta hedh, të po mendoj. Te ajo xhamit, mendoj se ajo është pak e vogël, se kam hedh goxha. Por kam këtë që janë këto për torta, po i u zgjodhe Zoi. Moj, po normale ka 2 orë gjumë, do çohet. O drita mamit. Dahan çik banane. A dashuri? O jeta ime ti. O drita mamit. Hajde t'jap mami goqës qik banane. Hajde t'ull mami këtu. Ullu tu. Opa, bravo. Hajde goqa qik banane. T'jap mami. Mele të dola. Bravo dashuri. O drita ime ta hate gojen moj. Tale. Do marr mami qik të. Goca, ja ku e kemi këtu. Tani do ta fus në furr me 170 për 40-50 minuta diçka e tillë, por 40 minuta i do. Se di. Po mendoja të hedh ndonjë gjë lart, ndonjë frut that diçka, por jo, nuk dua që ta bëj me ashtu. Më mirë thjesht pas një gjë tjetër lart. Dhe shohim tani si do na dalë mbasi të piqet. Goca, shikojeni pak sa i mirë ka dal. Ua, e super sugjeroj me këtë mjellin, super sugjeroj. Këtu e kam provuar pak për ta parë nëse edhe ishte pjekur mirë brenda më shumë, por është pjek shumë mirë. Edhe shikojeni pak sa i but. Erdhi shoqja. Të pëlqeu? Po, shumë mirë. Pa sheqer. Super mirë. Kujdes. Hej njerëz.
Ora është 4 qerek, unë tani sa vendosa Zojën në gjumë, mezi e ka zënë gjumë 1 orë, vetëm duke e marrë me Zojën, sepse fjeti pak shparë, po nuk e bëri gjumin e plot, edhe e dini ju që kur i kalon gjumi, sidomos dhe kur nuk e bëjnë të plot, do në gjumë po mezi i zënë. Atë e shoqja i iku, u kënaqëm, fjeti dhe gjumë, sa e vjen këtu, e zë gjumi atë. Edhe unë tani erdha këtu te kuzhina për si të marrë pak të gjërat, edhe pash që nuk e kam hes të lëkurën e bananes, edhe po mendoja kam ca kohë që s'kam bërë jo maska, a me Zoj. Thashëm, nuk u që thjesht u këthyja. Edhe këto mundohuni që mos t'i hidhni, do më thënë i hidhni, por përpara i merë një benefitin. Në kuptimin që bëni një kështu fytyrës, si tip maske, se janë kjo lëkura e bananes, por edhe banania, është super për maskë, për fytyrën goca. Nëse i përdorni rregullisht, edhe për buzët, është super, më besoni. Edhe unë tani do i përdor këtë, pastaj normalisht, mund ta mbaj në fytyrën direkte, por unë do ta mbaj kështu deri në darkë, kur të bëj atë kujdesin në lëkurës, skincare-in të fytyrës, që të laj fytyrën edhe kështu. Sepse mund ta bani, madje nëse e bëni darkë, edhe sikur të flini gjumë, kështu do me thënë, me këtë, kur ajo të ketë të jetë tharë mirë, atëherë e mbani, nuk ka asnjë gjë, ju thash, vetëm ju bën mirë. Është super mirë për njollat, për pjesën e këtyre rrudhave, kështu do me thënë, sepse kur i bën masazh, normalisht është të gjë mirë. Kështu, këtu goca, unë tani po e mbyll vlogun e sotëm dhe unë kam thënë një gabim. Se kur po e shikoja videon, kam thënë që sot është e premte. So isha fiksuar që nuk e di. Sot është e njëjte, kështu. Jo, Zoj të lutem. Jo. Sot është e njëjte goca, nuk është e premte. Kur po flisja me shoqen, se si ra mua beti, më thash, me vërtet e njëjte që nga sot, pse më shë fiksu. Sigurisht e premte. Bë, nejse. Na ikën e herë shumë. Tani, unë ju përshëndes edhe do shihemi në vlogjet e tjera. Uroj të jenë interesante dhe kështu goca. Mos harroni të më bëni subscribe, të shkojmë 1000 subscribe. Kërkojmë mbështetjen tuaj. Okej. Ju uroj ditë të bukura në vazhdim. Të shihemi. Puqje për ju.